nuk e shoh faktikisht si që shohin shumica, unë e di që atje është bo diçka, është bo një punë, po që mos të harrojmë që është një qytet I cili për 22-3 vite ka qenë nën menaxhimin e bandave dhe kriminalëve të serb. Duke nisur nga kjo duhet ta kuptojmë që në aspektin politik ndoshta është bë diçka shumë dhe është punu, po në aspektin juridik kjo lën ende për të dëshiruar. Pse e them këtë është sepse ne ende nuk e kemi fuqinë brenda atij territorit siç e kemi fuqinë themi në Graçanicë ose në qytete ku ka shtrirje tjetër të themi serbëve në Republikën e Kosovës. Pra, çka kontrolli ki Graçanicë? Sa me këndor? Ki kontrol, e thash në aspektin juridik. Ka si që ke posë herë, çka ke posë? Në aspektin juridik. Jo fjalë më çike, konkretisht. Kuptoj këto që ta thash. Unë e thash në aspektin politik është punu dhe është bërë diçka shumë e mirë, po në aspektin juridik ka ende hapësirë për punë dhe nuk e kemi trirje, që kemi në komunën e Graçanicës. Unë e kuptoj që në qatë zyre lokale, këto apartament që ka qenë zyre ndonë për gjysh, gjysa ka qenë ilegale, gjysa ka qenë ilegale që na kemi investu. Qysh më ka dallim dhe çfarë nuk ekziston. Po, sa I përket shtrirjes juridike, dallon shumë Graçanica, dallon ekstremisht, e patëm rastin e fundit me gazetarin Mirlindin, I cili shkoi e raportoi një rast të një fëmije që nuk ju ka liu shkollimi dhe pas disa ditëve me njëherë ai fëmijë filloi. O vëllai, përpara Mitrovic e ka rritur drejtori I komunës, e kanë thirrë zyre, I kanë rrap boks, ekipatin që tipi shkak mundë më shku polici. Sot policia tregon që në Mitrovicin e lartë, atje, veriut, janë vetë qytetarë serb për thirrje policinë. Janë më të lirë vetë qytetarë serb thuhet, të thonë nuk ka dallim. Vetë qytetarë serb thonë, ma mirë kemi pas me qeveri. Sa më përposh me pas kryetari komunës që ka qenë I listës serbe. Janë më të lirë, e bëjnë vetë serbëta. Qytojnë kopja serbëve që janë e kriminalëve serbë që kanë kap një të roja, një dyqan. Vetë serbët kanë thirrë policinë ka thonë këtu gjendet kriminali. Pse të një më të lirë? Froshra, dëgjoj Visarin deri në fund edhe se duhet për të fundu pastaj. Po Visar. Shko, jo, unë isha në fund edhe thash nuk guxojmë ta mohojmë asnjëherë që nuk është bë punë atje patjetër që është punu, është punë, a ka ende punë, e thash, ajo territori është ka qenë I komandum për mbi 20 sa vite nga banditët serb dhe patjetër që për ta rikthyer në çështje ose në nivel normal komunal do të jetë ende e vështirë. Pra unë po shpresoj që vetëm në të ardhmen mos kemi përsëri viktima dhe po shpresoj mos të duhet të kthehemi në pikën 0 siç tha zonja Bajrami, pasi që pika 0 do të ishte jo levërdeshme. Opozita tha kështu. Na tha dojmë kthy. Jo mos kthehet, dojmë na mi kthy atje, sa atje ka qenë mani sipas opozitës, ja nuk e korrekt është. Sipas opozitës, koha e dita ta hiet ka qenë, ta marrë dhe votash nuk ndryshma. Koha më mirë